Të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua të Ronalili në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndarë lajmet më të fundit. Dhëra gjithandej që Loredana Brati dhe Jozi po luajnë një mekanizëm marketingu shumë interesant. Po shoh shumë komente që më vinë, por njëkohësisht edhe shumë shkrime që tyron marrëdhënia e Jozit dhe Loredanës është një gënjeshtër, ato të dy janë bashkë. Në fakt unë do doja të ishte e vërtet që t'jenë bashkë, por nga burimet që unë i kam arritur të kuptoj që Jozi dhe Loredana ka kohë që kanë ndarë rrugët e tyre. Loredana dhe Jozi kanë përfunduar me njëherë pas Big Brotherit. Do me thënë, janë munduar që t'japin pak hapësirë njëri tjetrit, janë munduar që të gjenë veten tek njëri tjetri, janë munduar që ta gjenë ngrohtësinë të njëri tjetri, por nuk kanë arritur që ta gjenë. Dhe Loredana Brati ndoshta me këtë qetësinë që ka dhe pozitivitetin, sepse ne jemi mësuar të shohim njerëzit duke vujtë, kur ndahen nga dashuria, të shkulin flokët, të ngjisin kokën për muri, do të thënë skena të këtilla, ndërsa Loredana që si plasi fare e mori kështu shtruar dhe po e jeton. Dhe pikërisht kjo gjëja ka ngritur një dyshim shumë të madh tek publiku shqiptar se çfarë po ndodh me këtë çift, që sot të dy po vrapojnë pas karrierës. Deri dje Jozi thonte që unë jam bashkë me Loredanën, më pas nxori fotografi me Joana Toshin dhe Joana nxori një story që ishte pa kënaqur nga marrëdhënia me Jozin. Loredana Brati nxori një story me Don Gjonin dhe filluan që të provokojnë publikun. Siç duket, do ta kemi Loredanën në podcastin e Grida Dumit për të folur për jetën e saj, për të folur për eksperiencën e saj, për të folur për përditshmërinë e saj dhe ndoshta për të treguar edhe lidhjen që hamendësohet me Don Gjonin. Jozi dhe Loredana, për ta shuar të gjithë këtë thashe themin e madh, kanë mbaruar lidhjen e tyre me kohë. Do me thënë, ato kanë përfunduar gjithçka, lidhja e tyre ka marrë fund dhe nuk ka më një gjë që do të bashkonte Jozin edhe Loredanën. Do me thënë, janë në rrugë të ndara sepse ashtu kanë përzgjedhur vetë. Loredana vazhdon të investojë në karrierën e saj, ndoshta ta shohim së shpejti një moderatore tepër suksesshme, por njëkohësisht edhe Jozi ka shëndritur me daljet e fundit nëpër intervista, sidomos me këndimin live. Jozi është i mrekullueshëm dhe i ka kënduar këngët në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe Jozi ka një ndryshim të madh shpirtëror, do me thënë e shohun këtë, është i bindur për gabimet të cilat i ka bërë që nuk don t'i bën më dhe dëshiron që të nxjerrën karakterin e tij të vërtet, sepse Jozi ka treguar dhe shpirt mirë brenda shtëpisë së Big Brotherit, por siç duket Jozi dhe Loredana akoma te publiku e çojnë këtë ndjesinë sikur janë bashkë. Më jepni ju mendimin tuaj.